Iriu Marko Prendi prej më shumë se një viti ka krijuar në fshatin Mjet të Bashkisë Vaudeës fermën e fluturave. Këtë eksperiencë ndryshe që është e para për vendin tonë dhe në Ballkana i zgjolli ta ndaj këtë herë në mjediset e Muzeut Historik të qytetit. Disa flutura të gjalla e të tjera të balsamosura u ekspozuan në këto mjedise përpara fëmijëve pjesëmarrës në kampet verore, me ftesën përjetoj imagjinë e lirimit të fluturave në natyrë. Ky demonstrim me flutra bëhet që t'ju tregohet edhe fëmijëve rëndësinë që kanë flutrat, po ashtu edhe ciklin e jetës flutrave. Këtu kam marrë vetëm një pjesë të fazës jetës të ciklit jetës flutrave, që është flutra adulte, flutra e rritur. Një flutër ju shpjegova edhe fëmijëve gjithë ciklin e metamorfozës, që nga veza del vemja, vemja ushqet bima ku ndodhet, nga vemja kalon në pup, nga pupa pastaj qahet pupa del flutra e rritur, rri disa orë që të thaje krahat dhe fluturon. Kjo është për t'i afruar sa më shumë fëmijët me natyrën. Marko synon zgjerimin e këtij kopshti për t'i dhënë më shumë hapësira pasionit të tij, por dhe atyre që duan të merren me studime më të thelluara. Kopshti i flutrave ka filluar të një kopsht ku unë momentalisht tris 6 deri në 7 specie. Synoj që tris edhe më shumë, gjitha speciet e zonës së Vaudesit, po pse jo edhe gjitha speciet e Shqipërisë, me kalimin e kohës ndoshta edhe specie egzotike. Interesi është i madh, kam vizitorë vazhdimisht që vinë vetëm për t'i parë, për t'i fotografuar, për t'i marrë në dorë flutrat, për t'i pa nga afër. Kostoja normal është e madhe, se momentalisht gjitha kostot po imbuloj vetë, është e vështirë për mu, me një punë që kam me një rrogë modeste. Mbështetje të them drejtën kam gjetë, po akoma diçka finale për të realizuar atë që duhet realisht, se për të pas një ambient të përshtatshëm duhet të jetë ambient i madh. Kështu që hapi i radhës do jetë kjo gjetja një ambienti më të madh. Në fund në mjediset e muzeut, së bashku me drejtuese në këtij institucioni si dhe fëmijët, u bë lëshimi i fluturave të gjalla, duke dhënë kështu mesazhin se muzeu është edhe një hapësirë atraksioni e ndërveprimi. Sipas biologëve në vendin tonë janë 250 lloje fluturash dhe një ndër ta, më e bukura, gjendet më së shumti në zonën e Karavastas. Fluturat janë terapi për njerëzit, për fëmijët ato janë ilazh dhe nxitës si ndërgjegjës në zhvillim mendor, ashtu si bletet ato janë përgjese për vazhdimsinë e jetës në tokë. Fal plenimit të luleve ato realizojnë frutifikimin dhe shtimin e bimëve.